Kryeministri Edi Rama ka dalë në mbështetje të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj të arrestuar me urdhër të SPAK për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Gjatë fjalimit të tij në kuvend, ku po shqyrtoi me procedurë të përshpejtuar projekt ligji për bordin e paqes në Davos, kryeministri vendosi të ndalej edhe tek Veliaj në replikë të opozitës, duke shigjetuar drejt për së drejti SPAK-un. Rama vijoi më tej duke thënë se Veliaj po mbahet në burg pa gjyq dhe pa asnjë provë konkrete kundrejt tij, edhe pse megjithatë mbi kryebashkiakun dhe bashkëpunëtorët e tij rëndojnë plot 13 akuza. Dhe me që quhet një herë se këta e dini kanë quar Tony Blair në SPAK. Dhe nuk do një gjë. Tani çoni prap Tony Blairin se kush e di del në një provë si ato që mbajnë në gjyq në burg pa gjyq Larierit, për cilin deri tani janë shkruar 3 volume të një romani policor, po provë për korrupsion për kryebashkiakun e Tiranës, snuk. Kryebashkiaku i qendrës Erion Veliaj u arrestua në datën 10 shkurt të vitit 2025 me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në dosjen e SPAK prej 60.000 faqesh, kryebashkiaku Veliaj bashkë me bashkëshorten dhe bashkëpunëtorët e tij akuzohen për korrupsion të kryer në bashkëpunim. Ndaj Erion Veliajt rëndojnë 13 akuza ku 9 prej tyre janë për korrupsion, për të cilin Rama thotë se nuk ka provë, shpërdorim detyre, fshehje e pasurisë, futje e sendeve të ndaluara në qeli dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Në këtë rast Rama gënjeu si Veliaj, i cili ende vijon të sulmojë SPAK dhe prokurorët e tij me lloj skemash që arrin deri në lobime qindra mijëra dollar, thjesht dhe vetëm për të sulmuar drejtësinë.